tjetër dhe unë e thash, qeveria ka bërë 180 milion, ka hedhur 180 milion euro për të bërë tunelin e Llogarasa çaja ai, ndërkohë që këto 180 milion mund të investonte në Sazan. Shumë bukur. Të ndërton të gjithë infrastrukturën atje. Kush e len me se Sazani ka dhënë me kohë atë, në kuptimin që është dhënë fjala. Atëre, me që arrite këtu do ta them edhe një herë, ta kam thënë një herë para një viti sa ta them edhe një herë. Kushdo që guxon nga të huajt, kushdo që guxon të pretendoj territor shqiptar, unë vet, si person, nëse marr pushtet, po edhe kështu siç jam deklaroj që ai person duhet të shpallet armik dhe nëse ve këmbël këtu të arrestohet me një herë. Ta kam thënë një herë, po ta them prapë. Ke thënë një herë për shumë herë. Ashtu. Madje Adriatik Lapet ne kena shku atje. I kam shkuar atje. Kam dash me shku. Dhe i kam thënë që nëse ti guxon që të futësh këtu George Soros me gjithë pislleqet e veta, apo të tjerë, Gjerokashën e të gjitha të tjerë, ti e meriton burgun më shumë se kushdo tjetër. Dhe kushdo që guxon që territor të shqiptarëve t'ja u fali të huajve, apo në një huaj të guxoj të futet këtu dhe të kërkoj sikur kërkoni cop buke. Eksakt, e ke tregu këtë pjesë. Edhe unë pa dalë për te gazetarisë, po e them se e kam dëgjuar dhe kam faktuar dhe kam provuar këtë që po thu. Dhe kishin nga të vetmit, jo nga të pak, nga të vetmit që ulla ka dalë me Ramën, ka hull, pa atë se çfarë bën Rama, që tallë byllën me simbolin kombëtar. Aty është vetmi vllai që ka bërë konkret, jo vetëm me fjalë, ka shkuar ka unë kam kallëzim penal atje. Kam kallëzim penal. Kjo është vepra si fjalët i kemi gjithë, i kam edhe unë. Ju mund të dërdollisni sa shkulla. Jep dorën për këtë gjë. Po si nuk u bën njëri nga juve 300.000 veta këtu nuk u bën njëri më, të zëjë deri në gjykatës se t'ia flasin, t'ia grisin atë vendim, t'ia grisin gjyqtarit në surrat. Që thot s'ka gjë, s'ka ndodhur gjë. Se të kalojmë ke kjo. Po, vazhdojmë. Vetëm shpërndajeni këtë fjalë, qoftë në TikTok ku jeni, qoftë edhe në YouTube. Na komentoni me këto sinjale që po merrni, na jepni një shtys, na jepni një sinjal edhe ju për këtë gjë se çka po flasim. Jo për emra, as për Altinin, as për Engjëllin. Për tokën tonë, për kombin tonë, për atë dheun tonë, për vendin tonë dhe për njëri tonë. Për shtetin që të na takojnë ne. Të pastrojmë njëri tjetrin, valla kjo është ajo lutja thira që kam, si po e them shumë, sinqerisht se jam shumë i prekur, shumë i ndjer, kam qenë që sekond zero, po duket sikur po bëj viktimën me këtë që po them, por realisht po na dhem shumë valla, po na dhem shumë se kemi kohë që e bëjmë këtë lloj proteste me Engjëllin, edhe me emra që u përdoren pak më lart. Po çështja është që duhet kuptojmë valla, do të jemi pak më duhet shohim lëvizje, duhet shohim vepra, duhet shohim se çfarë po ndodh konkretisht. Engjëll, të lutem vetëm për pyetjen që bëra pak më lart, na jepni komentet tuaja, përgjigjet tuaja, na thoni që nëse duhet më shpesh kjo gjë, gjejmë formë si mund të bashkohemi, të bëjmë diçka tjetër. 300.000 veta si shku Madetit vlla ishte shëdhimshme. Kur i kam pa ato njerëz që kam qenë aty kaq ngjesh me njëri tjetrin. Dhe të iki kjo, sa hap e mbyll syt, të zhduket kjo pa bërë një diçka, domethënë, jo diçka, nuk e kam për dhunën, as mos e kish kuptonin këtë, nuk e kam këtë dhunë. Nuk du në 7, nuk du si 1 janar. Po të vish të bësh xhiro në shëtitje, bulevard, mes Tiranës, të tregosh blicat e telefonit, të thuash himnin kombëtar, sikur po thua një vjersh për vlla, nëse do thuash himnin kombëtar që i fjalë ta thuash siç e ka rëndësinë ajo, do të dridhet gjithë trupi. Me paktën me himnin, se duke sikur bi përsëritje me himnin që kemi ne, me fjalët që thuhen ke himni jon. Jo ta thonë vëllai pa hyrë te kjo. Hajde kalojmë konkretisht çfarë duhet bërë. Dhe pyetja është, ja nisa pak më herët Engjëll. U tham pikat, u bë disa ditë që ja thën pikat, çfarë po bëhet vëlla me pikat? Të thash një herë unë që Edi Ramës. Çfarë po bëhet? Do presim ne aty, do presim aty. Çfarë do bëhet me pikat? Ka ultimatum vëlla, i orë, 2 orë, 2 javë, sa? Dëgjojnë këtu. Unë ta kam thënë para 2-3, domethënë ato intervistat e mëpashme, që kur filluan këto protestat, që Edi Ramës nuk i ashtu fare, nuk i rruhet fare se kush bërtet atje Edi Rama ik. E kuptoni? Domethënë, pushteti nuk vendoset ultimatum për këtë. Pushteti nuk rrëzohet me fjalë. Po pra. Dhe unë me që ne të gjithë bjem dakord që nuk duam dhunë. Po, patjetër. Nuk duam dhunë. Ne për fat të mirë, ne për fat të mirë se ti the radhën par kur të thash unë që ne kemi një shtet, po shtet të poshtër, ti the s'kemi shtet. Ne kemi një shtet, shtet të poshtër. Por ama kemi një shtet të formatuar me institucione tjera. Tani është e mençur nga ana jon dhe do të jetë tamam rezultative, do të na japin një produkt, atë produkt që duam, domethënë të rrëzojmë Edi Ramën, duke bërë veprimin konkret. Unë kam vajtur atje dhe kam thënë
Edi Ramën e kallëzoi sepse ka poshtruar Republikën dhe simbolet e saj. Po kjo s'është e vetme që ka mber unë. Po patjetër, këtë dosje, sa dosje tjera që janë, Këshanda e ka Janë gjithmonë. 300 dosje ku diu sa janë. Dhe tani bëuni bashk që ta bindim gjykatën dhe mediat që ta hapin ekranet dhe të gjitha këto të dalin atje. Angel, tani do të kaloj këtë pyetje tjetër. Po. Pse s'ke ardhur në protestë? Kam ardhur, po ta kam Pse s'ke thënë. ardhur? Jo, e di që ke ardhur. Pse s'ke ardhur që dalesh aty vëlla të flas? Po s'më nxjerrin të flas. Ke tentu? Po, ora. Po na e thuj pra, na e thuj më vakt. Po ta thash edhe ishte një njeri atje thashun, ishte një që të ngjante ty, po më pa gjashëm edhe këtë, po. Po kam ngjashëm Pa më gjat. Kemi dhe- ngjashëm ne dy. Dhe vajta fillimisht po fliste një gocë atje, bërtit ata roft, Aha. o roft Shqipëri tjera, dhe vajta për të marrë, unë më thanë mua, jo, tha, do të vesh një emër atje të ajçuni që të mbash radhën. Po. E vajta të Mbajtë ajçuni. raundi. Pritë, Do të mbajta mbash radhën, se ky për rallën, ne për rallën e Dale- ti nuk po kemi dalë në protestë. Ky s'po mban rallën, do diki, ka marrë ralla vet. Gjëndi. Unë vajta për të Konsulta vet ke për të psikiatër. folur me atë çunin që të më regjistronte emrin, ai më kthente kurizin. Po nuk insistove, nuk. Po, ore. Po, si ti Jo, ti vetëm edhe kaq. një luftarak, Jo, si ti- jo. kjo gjë që po tregon ti je luftarak, ti sa do që ta hedhin ta bëj, ti po të shkon thash edhe një, unë jo zonë, vetëm, po. unë jo vetëm që po insistoja, po unë e pash që ai ishte instruktuar që të mos e shënonte emrin tim. Kishte edhe njerëz aty që unë i njihja, që ishin prap punë. E kupton? Domethënë, sigurimi i shtetit dhe sigurimi i salës bashkë me të Ilirit dhe me këta më kanë halë në sy mua. Pse thua me këtë emër Po i di me emra unë ordi çun. Po s'kam nevojë, unë kam me kallëzuar. faktin. Po i kam kallëzuar unë ato. Ishin aty. Po ishin aty personat. Bile në mënyrë të qëllimshme, njeri nga njerëzit më besnik, Sa gjë këtu, njeri nga njerëzit më besnik të Sali Berishës, sa po vajta unë, iku kjo, 2 minuta, tanki dhanë ati mikrofonin dorë. Në mënyrë të Si unë qëllimshme. ndjeve Angel aty kot. Mos më përcet fare. Unë e di këtë loj, domethënë nuk është se po e vuaj sot unë. E kupton? Unë mjafton që marr dieni dhe këtë mundohem t'ja përcjell Tani dalin ke publikut. finalja? Dalin ke Yes. finalja. Ti se di për çfarë finale kisha? Ha, thoj. Çfarë duhet bën tani vëlla që mos na ikë kjo gjëja? Atëre, them si altin, si shqiptar dhe si gazetar. unë ta kam kërkuar dhe po e themi dhe publik Te tani. më këtu ku është situata, Po, pra, se po, me që po. janë çuar gjithë shqiptarët Dale. dhe po presin diçka dhe s'po ndodh diçka, edhe po shohin gjithë këto gjërat. Atëre, Çfarë duhet bëjmë vëlla, të Atëre, bashkohemi? edhe Se një ka herë. njerëz dashamir, patriot, njerëz vërtet dhe që nuk janë përlyer, të pastër, ata rënduar. çunat, Aq pak, gjë s'ka këtu, gjë, ata aq pak. çunat Do atje, fillojmë ta njohim një tjetrin, ne ata japim dorë një. çunat e gocat atje që kanë marrë gjas me frenat e protestës, duhet na japin një numër telefoni dhe një adres ku të vemi t'i kontaktojmë dhe me që ata pretendojnë se ne jemi të hapur për të gjithë, të jenë të hapur dhe për mua. Po thua për ata? Ore, I lem ata pra. jo, Merre me shqiptarë që po për shqiptarët po them pra, për grup për ata që janë aty grupi po jo, që grupi organizatori këtyre që drejtojnë protestën, që tipit Altin Goxha, më fal, Dritan Goxha i me shok. Lapa jem se tash, se këta pretendojnë se kanë ngritur një bërtham. Ti e mban mend që unë të thash që të funksionojë kjo protestë duhet një kokë. Tash ku është kjo koka? Pse fshihet? E di pse fshihet, sepse ata Po ja pa kanë... doli Dritani ti nuk është. Po pra, Po dali një X kështu të themi ne gjithmonë pra. domethënë Dritani doli nga një grup që njerëzit nuk e njohin.